News 24 zbulon detaje të reja në lidhje me fugonin e modifikuar me mbishkrimin Mirëmbajtja rrugore, që shërbente si bazë për të fshehur një arsenal të tërë armësh në Tiranë. Fillimisht, fugoni ra në sy të policisë rrugore në zonën e ish ekspozitës dhe është gjobitur disa herë për bllokimin e rrugës, po për të njëjtën makinë, prej disa ditësh banorët u ankuan se qëndronte e parkuar në një rrugic në zonën e Myslimshyrit. Për shkak të dyshimeve që kishin, agjentët ndërhyn fillimisht për ta hapur, por dera ishte e koduar dhe mund të hapej vetëm me pult. Hetuesit identifikuan pronarin e makinës, Eugert Sino, tashmë i arrestuar. Ai u mbajt në vëzhgim për disa ditë me radhë deri në momentin e prangosjes. Pasi agjentët e krimeve të rënda bllokuan mjetin, u bë edhe hapja e tij. Aty efektivët u ndeshën me një mur metalik i vendosur nga trafikantët për të kamufluar se brenda makinës nuk ishte asgjë të jashtëligjshme, por pasi kjo pjesë u pre, u zbulua një arsenal i tërë armësh, të cilat dyshohet se janë trafikuar nga Kosova e që mund të përdoreshin për ngjarje të rënda. Baza e armëve dyshohet se i përket një grupi të fuqishëm kriminal në Tiranë. Më herët, i arrestuari Eugert Sino ka qenë i punësuar në biznesin e të shumë kërkuarit për vrasje Aurel Hoxha, nga ku është edhe duke u hetuar nëse baza e armëve i përket ose jo antarëve të grupit të tij. Brenda fugonit u sekuestruan 23 armë zjarri, 5 për të cilave ishin sniper, një silenciator, municion luftarak, celular dhe pajisje për shpërthime në distancë, pajisje për bllokimin e valëve, pranga dhe uniforma të ngjashme me ato të policisë. Nisur nga armatimi i sekuestruar dhe hetimet e deritanishme, ka dyshime të forta se antarët e grupit kriminal po përgatiteshin për të kryer një ngjarje të rëndë, po në kryeqytet. Dosja për hetimet e mëtejshme pritet i kalojë spakut për shkak të dyshimeve se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal.